Pas largimit të Eglit nga shtëpia për shkak të arsyeve shëndetësore, shtëpia është kthyer në një kaos të vërtet me plot zhurmë dhe debate të ashpra. E një prej tyre ishte edhe ai mes Viserlos dhe Gjestit. Viserlo ju afrua Gjestit në mënyrë sfiduese duke e provokuar me tone të larta, ndërsa ky i fundit reagoi duke e paralajmëruar që të tërhiqej. Pjesë nga debati. Viserlo: mbyllë gojën para se të jetë vonë. Gjesti: hiqe gishtin. Viserlo: kaq po të them, mbyllë gojën para se të jetë shumë vonë. Gjesti: hiqe gishtin, thash. Viserlo: kalamat çerdheje. Situata u përshkallëzua deri në atë pikë sa të dy banorët përplasën ballin me njëri tjetrin, duke e bërë momentin edhe më të tensionuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.